Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri. Do të flasim sot për një temë tjetër e cila gjithashtu ka të bëjë me aktualitetin dhe njëkohësisht është një ndër temat e cila meriton sa më shumë të trajtohet. Do flasim për disa nga diagnozat në logopedike apo çrregullimet në zhvillim, të shohim se cilët janë më të shpeshta kohën e fundit, cilët janë shkaqet që mund të bien deri në këto çrregullime. Pse kemi në kohën e fundit më shumë vonesa në të folur tek fëmijët, a duhet të trajtohen në kohë, çfarë paraqet trajtimi i hershëm e kështu me radhë. Për të folur për temë të tillë, e cila besoj që është shumë e rëndësishme për të trajtuar, ne kemi nderin dhe kënaqësinë që në studion ton të na nderoj defektologja, njëkohësisht është edhe drejtoresh e qendrës Hippocampus Merita Ajeti. Përshëndetje nderuar dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje Ariana, faleminderit për ftesën. Privilegj i imi të jem pjesë e këtij emisioni, ku për herë të parë kam qenë para disa viteve, atëherë isha e ftuar si nxënëse e shkollës së mesme të mjekësisë me një projekt me temë të autizmit, të cilën na udhëheqte profesoresha Nora Kasa Veseli. Dhe ishte një ndër profesoreshat e cila ka qenë motiv imi për të vazhduar në këtë drejtim dhe që atëherë më ka interesuar shumë kjo fushë dhe tani jam këtu për këtë drejtim. Si profesioniste tani më. Na gëzon fakti që sigurisht në për emisionet tona rrugëtimi juaj i karrierës tuaj ka vazhduar dhe ky është një sukses i juaj, por edhe i shoqërisë në fakt. Merita, të flasim për diagnozat më të shpeshta që paraqiten kohën e fundit, pra që ndërlidhen me çrregullimet në zhvillim. Cilat janë më së tepërmi që i shihni dhe ju në praktikën tuaj të përditshme? Ditëve të fundit paraqiten domethënë diagnoza të shumta, nuk bazohemi vetëm në diagnozë, por si më të theksuarat që na janë paraqitur deri më tani janë vonesat në të folur, autizmi, hiperaktiviteti apo ADHD-ja dhe çrregullimet motorike. Po, megjithatë, të gjitha këto diagnoza uroj dhe shpresoj që të kenë parasysh edhe qytetarët që nëse vrejnë domethënë simptome të cilat të paraqiten sa më herët në profesionist. Kam përshtypjen se kjo pastaj ka të bëjë dhe me trajtim të suksesshëm. Po, sa më herët që i vërejnë këto çrregullime dhe sa më herët të bëhet intervenimi aq më i suksesshëm është rezultati. Po, sigurisht ne do flasim brenda këtij emisioni gjëre gjatë në lidhje me këto çrregullime. Por cilat janë ato, le të themi, shenjat e para, simptomet e para që i hasin prindërit tek fëmijët që mund të paraqiten? Po, atë nëse bazohemi te vonesa në të folur, shenjat e para të hershme që duhet t'i varrejmë janë nëse në moshën 12 deri 18 muaj fëmia nuk i flet fjalët e para si mama, baba, emërtimet objektive të cilat janë thelbësore për këtë moshë. Nëse në moshën 24 muajshe nuk fillon të lidh dy fjalë, për shembull dua ujë, dua qumsh, buk, e kështu me radhë, domethënë të fillojë të lidh nga dy, nëse nuk tregon interesim për të folur me të tjerët, nëse as nuk imiton tinguj apo fjalë të thjeshta, nëse në vend të fjalorit domethënë nuk përdor fjalor, por përdor vetëm gjeste, është mirë që të fillohet një intervenim, normalisht pikëpari një konsult me profesionist. Këto ishin shenjat e para për vonesën e të folur. Nëse bazohemi te autizmi, si shenjë e parë është mungesa e kontaktit në sy, nuk i përgjigjet emrit kur e tharasim në emër, përsëritje e sjelljeve, si për shembull tundje duarve, rrotullimi sendeve, mungesë e ndërveprimit social, domethënë është një ndër vështirësitë e autizmit. Nëse bazohemi te vështirësitë motorike, është mungesa e motorikës, domethënë vështirësinë në të ecur, në të ulur, ngritur, kapjen e sendeve, mos koordinimi i duarve, syve, vështirësi në kapjen dhe përdorimin e sendeve të thjeshta, si për shembull duke filluar nga shtëpia, përdorimi i lugës gjatë ushqyerit, e pastaj kapja e lapsit, këto domethënë tregojnë që ka një çrregullim motorik dhe është mirë të merret masa sa më herët. Tek ADHD apo te hiperaktiviteti, shenjë të hershme kemi mungesë e përqendrimit. Nuk mund të ri i qetë as për pak disa minuta. Kalon nga një aktivitet në aktivitet tjetër pa mbaruar asgjë, është më impulsiv dhe shfaq emocione të forta pa arsye të dukshme.
Këto janë një ndër shenjat e hiperaktivitetit. Po, do me thënë, disa nga shenja për diagnozat të ndryshme që besoj nëse i vëren prindërit është mirë që të paraqiten sa më herët në profesionist, shenja këto të dukshme besoj, që ju si profesionist ndoshta edhe i vëreni më së shumti. Por kur duhet të fillojnë të shqetësohen prindërit? Pra, kur duhet të bëhet ajo konsulta e parë që përmendet ju ose kontrolla e parë me një profesionist? Atëherë nëse bazohemi të këto shenjat e më pashmit, sa i theksova të këto çrregullime, është mirë që menjëherë të merret masa në një konsult me profesionist, nëse bazohemi me moshë, nëse nuk i ka këto, domethënë 12-18 muaj nuk fol fjalët e para, në moshën 2 vjeçare nuk lidhen, nuk ka kontakt në sy, nuk e kthen kokën gjatë përmendit kur e therasim në emën, probleme sociale, është mirë nga mosha 1 deri 2 vjet të bëhet intervenimi i hershëm, sepse sa më herët që intervenohet, rezultati është më efektiv. Po megjithatë, për shembull, i vërejmë këto simptome, këto shenja tek fëmijët edhe vim në një kontroll apo paraqitet prindërit në një kontroll tek ju si profesionist. Po në qoftë se nuk ka shenja, le të themi fëmia, domethënë nuk vërejmë shenja të tilla alarmuese. Përsëri, a duhet të bëhet një konsult si preventiv, si parandalim i çrregullimeve? Po, edhe kjo është e rëndësishme, pasi edhe rekomandohet, pasi që specialistët, ne si profesionist, i vërejmë identifikojmë disa probleme dhe të vogla, le të themi për neve, që prindrit nuk mund t'i vërejnë lehtë. Gjithashtu e bëjmë vlerësimin e zhvillimit normal në të gjitha fushat, në pjesën e komunikimit, në pjesën e kognitive njose, pjesën sociale, emocionale, motorike, e shohim domethënë vlerësimin e moshës mentale krahas asaj kalendarike, si është shkurrjedhshmëria e moshës. Dhe kjo është e nevojshme, edhe nëse është mirë, fëmia nuk ka as pak problem apo vështirësi, në 6 deri në 12 muaj të vëzhgohet preventiva shkaku që të shihet zhvillimi ashtu shku normal siç është dhe ndërkohë prindrit marrin këshilla të dobishme për fëmijët që të dinë si duhet të jetë një zhvillim normal për matutje për fëmijën. Do të thënë edhe nëse nuk ka shenja është mirë që të bëhet një kontroll preventive, le t'i themi, tek profesionisti. Ne përmendëm pak më herët Merita në lidhje me disa nga çrregullimet që më së shpeshti janë të paraqitura në shoqërinë tonë kohëve të fundit. Por megjithatë cilët janë në përgjithësi çrregullimet e zhvillimit tek fëmijët? Atëherë çrregullimet janë. E para është vonesa në të folur dhe komunikim, janë çrregullimet artikulative dhe fonologjike, kemi çrregullimet motorike, çrregullimet e koordinimit dhe të ekuilibrit, kemi çrregullimet të perceptimit dhe të shqisave, si dhe çrregullimet të sjelljeve sociale emocionale. Mund të përmendim disa prej tyre, domethënë vonesa në të folur, si mund të ndodhë? Nga vonesa në të folur është kur as pak nuk ka të folur fëmia, kur ka të folur mirë po mekanikisht, domethënë nuk e ka të kuptuarit vetëm mekanikisht folën. Nga vështirësitë fonologjike dhe artikulative kemi dislali, alali, disfazi, disa lloje të vështirësive apo çrregullimeve që paraqiten, nga çrregullimet e sjelljeve edhe pjesa sociale, gjithashtu kemi edhe probleme me ankthin, frika, kohëve të fundit që i vërim të fëmijët, nga përdorimi dhe ekspozimi tepër që kanë pa ndonjë lojë të frikshme apo diçka nga telefoni, nga problemet e jashtme sociale, domethënë janë të përgjithshme. Po megjithatë si mund t'i njohim për shembull ne ose si prindër ose si antar të familjes, si mund t'i njohim këto çrregullime tek fëmia? Ju përmendet pak më herët disa simptome dhe shenja. Tani, këto që i përmenda unë, shumica e shohin edhe në rrjetet sociale, qoftë me video apo që lexojnë. Nëse vëret ndonjë shenjë, normal është e nevojshme përsëri konsulta të ndonjë profesionist, duke filluar nga pediatri, defektologu, logopedi apo terapisti i zhvillimit. Të ndjeket në moshë sa më të hershme nëse vëren ndonjë mungesë nga këto ose ndonjë pengesë e zhvillimit. Do të thënë është multidisiplinare, duhet një bashkëpunim në mes të disa profesionistëve për të ose ndonjëherë prindrit nuk mund ta dinë se është normale apo jo normale, domethënë për atë që e bën fëmia në atë moshë. Si fillim fillon nga pediatri, se
në për pediatër i çojnë më tepër në për kontrolla fëmijët. Dhe nëse vërehet ndonjë mungesë apo ndonjë problem në zhvillim, është mirë rekomandimi në specialistë të tjerë në vazhdim, siç është domethënë logopedi, defektologu, terapisti i zhvillimit apo edhe psikologu. Po. Gjithatë përveç se t'i njohim dhe t'i diagnostifikojmë, si trajtohen këto çrregullime? Trajtimet janë individuale, sipas nevojave të fëmijëve dhe terapitë më të zakonshme janë terapia logopedike, defektologjike, terapia okupacionale. Mirë po, nëse fëmija has edhe probleme motorike, është e nevojshme edhe terapia fizikale. Megjithatë, unë doja të ndalem pak përpara se të flasim për trajtimin e suksesshëm dhe në një kohë të caktuar, sigurisht do flasim edhe për trajtimin që ju e bëni në qendrën tuaj, por megjithatë të ndalem në një çrregullim që e përmendët dhe ju pak më herët, edhe që e vërej që kohën e fundit është shumë i përhapur në shoqërinë tonë dhe është kjo pikërisht vonesa në të folur tek fëmijët. Pra, deri në një moshë e kalon kufirin e moshës kur duhet filloj të flasë dhe fëmia ende nuk flet. Fillimisht mund të flasim se cilat mund të jenë shkaqet që mund bien deri në paraqitjen e këtij çrregullimi tek fëmijët? Është një problematik numër 1, le të themi për ditët e sotit, që ditës që hasim ne, domethënë vlerësimet që paraqiten për konsulta, problemi numër 1 është se fëmia ende nuk fol, ka vonesë në të folur. Edhe pse ajo lidhet zinxhir, ka edhe më tutje edhe probleme tjera me ato fusha tjera që i përmendëm më herët, mirë po shkaqet janë ndonjëherë është edhe problemet e dëgjimit, nëse ka pasur fëmia infeksione të veshit ose dëgjim të dobët. Si shkak numër 2 është mungesë e stimulimit të folurit. Në rast se prindi nuk flet as pak ose biseda të pakta me fëmijën, nëse nuk ka komunikim verbal me fëmijën. Faktor tjetër, kemi edhe faktorë gjenetik. Ka fëmijë që zhvillimin e gjuhës të folurit e ka më të ngadalshëm, domethënë i shkon si ritëm më i ngadalt shkaku i faktorit të trashëgimisë. Edhe faktor kyç, fatkeqësisht ditët e sotit e kemi teknologjinë. Sidomos ekspozimi tepërt pa kontroll para televizorit, tabletit apo telefonit. To janë një ndër faktorët më kyçe të vonesës në të folur. E bëj faktikisht të pyetje sepse në të shumtën e rasteve ekzistojnë edhe ato le të themi konspiracionet në shoqëri, se në disa raste mund të jenë vaksinat të cilat merren që mund të ndikojnë, pra metalet në tru të fëmijëve që mund të ndikojnë tek vonesa në të folur, por megjithatë janë ato shkaqet kryesore që ju si profesionisti njihni edhe që uroj dhe shpresoj shumë që prindërit t'i kenë parasysh tek fëmijët e tyre. Po, ua bëj me dje, por tani sa janë ata të vetëdijshëm që ta ndalojnë këtë, sidomos teknologjia që është në dorën e tyre. Do me thënë, lartë fëmijët nga teknologjia, nga telefonat, nëse dëshirojnë të keni fëmijë të shëndetshëm mbi gjithë. Po megjithatë janë këto të njëjtat shkaqe për paraqitjen edhe e çrregullimeve të tjera, le të themi, autizmit apo sindromit Down apo. Jo, ato janë krejtësisht ndryshe. Vonesa në të folur është ndryshe nga ato diagnozat. Shkaku se vonesa në të folur mund të fitohet më tutje nga këto shkake si që i përmenda ose të bëhet nga teknologjia, ndërsa ato të tjerat janë të lindura. Megjithatë kur jemi tek trajtimi, në qendrën tuaj si alini ti trajtoni këta fëmijë, për shembull përmes cilave procedura, përmes cilave metoda, ta keni pasur ndonjë rast për shembull kur keni pasur sukses në trajtimin e një fëmije? Atëherë në qendrën tonë për momentin trajtohen 60 fëmijë. Trajtimet i kemi në mënyrë individuale, të cilat dhe i përdorim terapitë logopedike, defektologjike dhe okupacionale. Stafi i qendrës tonë përbëhet nga defektolog dhe logoped. Tani e kemi zgjeruar edhe stafin shkaku rritjes së nxënësve, kemi hapur edhe një hapësirë të re. Dhe fatkeqësisht them se ditës ende paraqiten nxënës për regjistrim, shkaku këtyre çrregullimeve që i ceka edhe më herët. Ne punojmë nga ora 8 deri ora 20, nga e hëna deri të premten brenda javës, ndërsa në vikende i kryejmë vlerësimet që paraqiten për konsulta të fëmijëve. Përdorim disa lloje të testeve me anë të cilave i shohim problematikën e fëmijës ku është. Gjithashtu bëjmë edhe vlerësimin e fëmijës, domethënë ne bëjmë vetëm konsult dhe vlerësim, diagnostifikim nuk bëjmë.
Megjithatë, Merita, unë dua të ndalem në një tjetër element shumë të rëndësishëm që e përmendëm dhe pak më herët, çështjen kur jemi te trajtimi i këtyre fëmijëve përmes qendrës tuaj, ju domethënë keni organizuar edhe një trajnim me profesor jashtë vendit. Cili në fakt është ky qëllimi i këtij trajnimit me profesor jashtë vendit në të mirë të qytetarëve, të fëmijëve? Trajnimin që e kemi organizuar është me temën funksionet ekzekutive me profesorin e njohur nga Turqia, Ahmet Yalçin Hoxhaollu, është një ndër ekspertët e kësaj fushë. Shumë më herët kemi mësuar shumë çka nga ai dhe tani vazhdojmë të avancojmë dhe e pam të arsyeshme që të vijë këtu në vendin tonë të mbajë një trajnim të tillë. Qëllimi i këtij trajnimit është që të na mësoj prej afër aftësitë e fëmijëve që mund të kenë këta fëmijë për të kontrolluar, organizuar, për të zgjedhur probleme, si dhe për të vërtetuar problemin atyre në këto fusha. Trajnimi do të mbahet me 15 shkurt këtu në Tetov. Mund të marrin pjesë defektolog, logoped, sociolog, psikolog dhe të tjerë, të cilët janë të interesuar. Po, në lidhje me këtë trajnim. E përmendëm pak më herët pjesën e trajtimit që është shumë e rëndësishme në qoftë se diagnostifikohet në kohë dhe trajtohet në kohë. Cilat janë benefitet ose përparësitë të një trajtimi të hershëm për të arritur më lehtë tek diagnoza edhe pastaj njëkohësisht për të shëruar, le të themi, më shpejt? Atëherë diagnostifikimi i hershëm apo ndërhyrja e hershme është çelësi kyç për një terapi efektive dhe rezultate të mira, të cilën edhe e kemi pa gjatë punës tonë me nxënësit e qendra. Kjo i ndihmon fëmijës që të zhvillohet normalisht ose të përmirësoj aftësitë e tij. Një nga rastet që kemi pas, disa raste kemi pas që me të vërtet ka pas rezultate, fëmija ka ardhur në mosë shumë të hershme dhe normal është bën ndërhyrja aty ku është pa problemi i fëmijës dhe ka arritur zhvillimin normal të moshës së tij, ku shkon në shkollë pa asnjë problem dhe është ndalë edhe terapia. Kemi raste ku identifikimi është të bërë pakës më vonë, normalisht nëse fillohet me punë intenziv, arrihet sukses, mirë po terapia është më e ngadaltë, nuk është njëjtë si te identifikimi i hershëm. Megjithatë, ka shumë prindër të cilët edhe pse vërejnë shenja apo simptome tek fëmijët e tyre, megjithatë komplekset janë ato të cilët ndikojnë që të mos paraqiten më herët tek ju si profesionist. Ky besoj do të ishte një apel shumë i mirë për ata, sepse çdo vonesë në diagnostifikim pastaj ka probleme edhe në trajtim, apo? E komplikon terapinë, se ne japim maksimumin njëjtë të gjithë fëmijët, të gjithë diagnozat, pa marrë parasysh se për momentin te qendra i trajtojmë të gjitha. Nga më e lehta deri te më e rënda, nuk kemi klasifikim të diagnozave, mirë po, sa më e madhe që është mosha, ngecja është më pas dhe e komplikon, e ndërlikon tretmanin. Çfarë porosie do ju kishit dhënë fillimisht prindërve, të cilët duhet të kenë kujdes gjatë, le të themi, kur të vërejnë shenja apo simptome të tilla tek fëmijët e tyre dhe njëkohësisht ku duhet më tepër ta vendosin theksin e tyre për shëndetin e fëmijëve të tyre? Rekomandimi im do të ishte të flitet sa më shumë fëmijëve, sepse me të vërtet kanë nevojë për stimulim, të lexohet libra, të luan lojra për të cilat e stimulojnë të folurit fjalor, e zgjerojnë fjalorin. Tani kemi shumë lloje të lojrave, si për t'i blerë, si për t'i parë, si t'i bëjmë nga media sociale dhe ndalimi i përdorimit të teknologjisë. Pra kjo është më e rëndësishme. Si dhe në fund, nëse varrehet ndonjë pengesë në zhvillim, të fillot intervenimi i hershëm. Mos të hezitojnë për një kontroll apo vizitë profesionale. Sigurisht. Është pikrisht kjo vizita profesionale që përmendet ju ajo që arrin të parandaloj edhe shumë çrregullime më të mëdha pastaj? Po. Nëse fillohet më herët, problemi nëse është më i vogël, normalisht parandalohet edhe përmirësohet. Avantazhet janë më të mëdha për rezultate më të mira. Do me thënë duhet të kujdesemi që sa më herët, edhe besoj mesazhi i këtij emisioni është pikërisht ky, që sa më herët të diagnostifikohen nëse kanë çrregullime të tilla fëmijët, edhe nëse nuk kanë, është mirë të bëhet një kontroll preventive, parandaluese për të arritur në atë të sigurohemi që fëmia, do me thënë, ka zhvillim normal. Po, sigurisht.
Merita, unë të falenderoj shumë që ishe sot pjesë e emisionit tonë, duke të uruar shumë suksese në punën tënde dhe uroj që në emisionet të radhës të trajtojmë tema edhe më pozitive. Faleminderit. Faleminderit shumë Ariana edhe një herë për ftesën. Ishte kënaqësia ime të jem pjesë e këtij emisioni. Faleminderit. Nderuar shikues, dhe juve ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, bashkë mirupafshim.